Katedralja Burimi i Dhënës për shekuj me radhë ka qenë simboli i besimit ortodoks në qytet, ndërsa puna që po kryet synon rikthimin e saj në identitet. E gjithë kjo fal dashamirësisë së qytetarëve, të cilët po kontribuojnë financiarisht për kryerjen e punimeve në godin, të cilat kanë nisur që prej vitit 2019 dhe sigurisht edhe kontributi të Mitropolisë së Shenjtë. Bëhet me dije se ky rikonstruksion do të ruaj origjinalitetin pasi ekzistojnë edhe projektet e dikushme me të gjithë elementet e detajuar që ka pasur kjo kish. Atë Mihal Sanellari thot se punimet kanë ecur me ritme të shpejta. Punimet janë në stad të avancuar. Pjesa e brendshme e objektit po thuaj se është e përfunduar, kanë mbetur disa dritare për të vënë që janë në proces dhe ato, ndoshta shtresat poshtë. Pjesa volumi me mati punimeve tashmë është në pjesën e jashtme. Janë për të prishur akoma një pjesë e ballinës që ishte shtuar nga ana e muzeut dhe në pjesën e prapme përsëri ka një shtesë që dhe ajo nuk është një gjë e madhe, mund të bjerë shumë lekë, domethënë, por për momentin është lënë për efekt të rrethimit të objektit për të vazhduar punimet lirshëm, domethënë. Ne kemi porositur ose jemi në tentativa për të gjetur atë fletën e plumbit, sepse kubetet e vjetra kanë qenë me plumb. Dhe një rikthim në identitet është mirë të ruaj dhe pak a shumë të njëjtën mënyrë ndërtimi dhe organizimi siç ka qenë atëherë kubeja. Dhe pastaj mbetet pjesa e suvatimeve dhe rregullimeve të jashtme. Mitropolia është një ndër kishat më të vjetra në vend, e ndërtuar në shekullin e 18 dhe ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm pasi rreth saj u ndërtua qyteti i Korçës. Hovi Korçës në vitet 1700, kur fillon dhe ndryshon fizionomia e këtij qyteti ose merr pamjen e një qyteti real, modern ndoshta për kohën, zemra ishte pikërisht kjo zona këtu. Mitropolia, kisha, shkollat e Mitropolisë ishin rreth e rrotull, të cilat kultivuan breza dhe që më pas ata ndërtuan këtë Korçë që ne njohim sot, Korça e kulturës, e vlerave dhe arsimit. Kështu që në këtë aspekt ka një vlerë shumë të rëndësishme dhe historike, sepse ka qenë nga qelizat themeltare të qytetit të Korçës moderne, por dhe është një zemra shpirtërore e të gjithë rajonit të Korçës, në kuptimin përsa i përket si qendër metropolitane. Kjo kish ishte aq madhështore sa konsiderohej një nga më të bukurat në Ballkan dhe ishte pikërisht më e madhja dhe më e bukura kish ortodokse edhe në Shqipëri, me një sipërfaqe prej 1240 metra shkatror dhe rreth 30 metër e lartë. Me rekonstruksionin e saj, Korçës do t'i rikthehet një pjesë e identitetit të munguar.